Deklaratat e fundit të opinionistit të Big Brother VIP Arber Hajdari janë marrë menjëherë nga publiku dhe mediat roz si një thumbi drejt për drejt dhe mjaft i fortë ndaj ish moderatores së këtij formati, Arbana Osmani, dhe reality showt Ferma VIP. Gjatë bisedës, Arbri theksoi se suksesi një formati të këtij kalibri nuk qëndron thjesht tek individët, por te fuqia, eksperienca dhe makineria e një televizioni të madh si Top Channel. Deklarata e tij e prerë në Top Albania Radio, e cila po qarkullon me shpejtësi në faqet e showbizit, ishte: as moderatori, as casting, as opinionisti. Për të bërë një reality show të suksesshëm, duhet Top Channel. Mundohu sa të duash, nuk e bën dot. Nuk është me zor, është vite punë, është eksperiencë. Ndonse opinionisti zgjodhi të mos përmendte emra konkret, konteksti i situatës ka bërë që ndjekësit ta përkthejnë këtë si një mesazh të qartë për Arbanën.